Jam parku, delegati kaloj. Delegati kaloj. Letrën e ka shkruajm nip me dorën e tij, ser. A jeni sigur se nuk ja ka diktuar në një oficer i sigurimit komunist? Nipi i tij nuk do ta bante kur një gjatë tillë, ser. Mos u habitni, zoti Kamber. Gjëra që ndodhin. 33 ardhi. Dërgojeni tek unë. Uluni. A e njihni Gjergj Nikolën, Mr. Nreka? Kam pas një kushëri me këtë emën. Ku ndodhet e tash? As vetë nuk e di, ser. Që kur se keni parë? Qysh në marim të luftës. Kur hypën komunistët në fuqi, unë oratisa. Gjergji me grupin e vetë metin Shqipni. Dhe tash ti u shërben komunistëve? Komunistët taj si sheh do të me sy. E njihni këtë njeri? Jo, ser. Mund të shkoni. Hello! Po Anton Morizin, e njihni? Di se ka shërbyer në gjendarmeri. Përpiloni një raport me shkrim me gjithë shka dini për Gjergjin dhe Antonin. Se urdhën. Ne të dy Arif Kodrën e njohim shumë mirë, ser. Do ta kem parasysh, zotri. Kur të kem nevojë, do të thras. Mund të më thoni? Por sa morë një radiogram nga Roma. Shërbimi në njofton se Miss Semine është njeri sigurt. Ka qenë agente e simit. Burri saj punon gjithashtu sot e kësaj dite për zbulimin italian. Po. Informata që solli i dërguar i këtij fronti përputhen plotësisht me tonët.
për Gjergj Nikollën dhe veçanërisht për Tomor Gjanicën, si jemi krejtësisht sigurt. Gjergj Nikolla është mik i Anton Morizit. Raporti i zbulimit jugoslav bën fjalë edhe për te. E di, por nuk e kuptoj. Përse nuk u bashkuan në një qendër të vetme? Histori e vjetër sër. Çështja e rivaliteti. Është fjala se kush do të marrë komandën. E qartë. Si do qoftë, duhet parë më me kujdes kjo gjë. Lidhun edhe njëherë me zbulimin jugoslav. Si urdhëron. Për Tomor Gjanicën, përveç të dhënave të arshivës, nuk kemi gjetur gjë tjetër? Dhe kam meri pohoj se ai ka qenë një nga krerët e ballit kombëtar, të cilin komunistët e kërkoshin me qerin marim të luftës. Vashili, le të përgatitet të niset sa më parë. Bashkë me dërguarin e tyre? Jo. Ai le të qëndrojë edhe për disa kohë këtu. Si urdhëron. Tomor Gjanica. Kush është? Na ka dërguar këshilli. Vetëm je? Gjupuz ka me dorë. Mos ta merrin qafë. Lëri lafet. Je co buklë një ataksa person të na duhet. Vetëm këta janë. Mos i lërë të levizin. Unë po qaj për sëri për Tiranë. Kur se ti me gurin do të shkosh të Rizaliku në Mërtinje. Sa të qetësojnë ujrat të mos ju duke në gjurë me gjukuni. Si urnanzat i të marrë. O kasem gjora! Hape dere, no kasem! Përgjigjo! Por po të rgove të mori lumi me gjithë familje. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Gjurmët në sollën në këto anë. Mos i ke vënë regje? S'kam parë gjë, shoku kapiten. Ishe i lodhur dhe rasfle me pulet. Na falo Kasëm, po duhet të kontrollojmë. Jeton? Jo, shoku kapiten, ka qarë kokën. Shoku kapiten. Vdiq. Shumë keq. Të tjere duhet i kapim të gjallë. Ndiqini. Si urdhëron? Nuk njoja asnjëri. Jo. S'kam gjën mes tyre. Se shmërmëritën ma tam, po unë s'dgjova jetë. Na kishim ledhë këtu si në kotec. A ke armë? Kam, një qifte. Mbaj e mbushur. Po erdhëm përsëri qelloj. Edhe mos shki frikë, neve këte i rrotull jemi. Mos u bëj me rako, shoku nën kolonel.
Më gënjyën e mjetit, më thanë se I kishe dërguar qilli për fjetur sonet e kun. Ne I kërkonim me qiri, kurse ti u adorzon komunistave. Kisha frikë mos na punonin do një lojë, Zylfi Bey. Po ta kenë zënë edhe atë. Petraq! Shpëtoj, Zylfi Bey. Shoku Zylfi. Si urdhën. Dije dhe ku fshihet. Po deshi zotëria jote do ta gjej e do të flas me te. S'ma mërmendja tjeta ish budalla, sa të besoj pas asaj që nove. Liza Likua më njeh mirë. Me hanën e ti do të takoj pa tjetër. Po dhe shtove kësaj radhe, Ose bëj merak, Zylfi Bey. Se që kam një paranien të keqe, zotni Zylfi. Që njeri ashtë ky, Kasem Gjora? I që një atë merak zoj. Kasem Gjora gjithë jetën ka ngrënë bukën time. Veç kësaj këtu e disa vjet u vra një komunist I dorës parë. Në rëmujen e luftës askush se mori vesht kush ishte vrasi. Ate e di vetëm unë. Mos nuk ka dashur të vi të morri. Telegrami I Kasemit flet qartë. Rakin e bleva, vit ditën e mërkur. A do tjetë raki e mirë, val? Let na vi një herë. Kush është? Jam Kasemi. Ty një tjetër. Drura zotin të morë. Ashtu? Po. Mirë se ardhët. Urdhoni. Mirë se ardhë. Gruaja? Bashkëpunëtorja jonë. Urnoni. Urnoni? Aulo, Apa, që pas ke këte trumë, Kasem. Eshti zotit të morë. bjere këtu. Pas keni menuar edhe për dimër. Kam menuar për këte. Kur e pas keni menuar. Rua mali. Qojën për drumë. Si urdhon. Në shtëpinë e mikut tuaj, humba njeriun tim me të mirë. Nuk ju njihte. Kishte frikë mos I punonin në një loj. Pastaj edhe ju nuk u besoni kaq lehtë njerëzve. Atyre të malit të duhet besuar. Se luftojnë me kokën e tërbë. Njëherë gomari takoj mizën fluturak. Nga vjeni, tha kumbare? Nga fusha. Kish bare atje? Ahu, bare gjenë gju. Gomari I gzum shkojnë fush, po barë nuk gjeti. Kafsha zemru më uanku të bleta. Atëher bleta I tha. Me të vërtet mizat tha se kishte barë gjenë gju. Po në gjurin e saj dhe jonë tëndin. Jeni dhel për zonjë, po lufta dënë trimri. Trimria dhe dhelpria bashk
vlen me tepër se sa njëra pa tjetrën, zoti Tomor. Le t'i bashkojmë dhe me ndihmë të Allahut, Allahu është larg. por miqtan janë afër. Miqtan po. Por është e vështirë të lidhesh me ta, zoti Zylfi. S'ka gjë që s'bën. Qurnoni. A mos keni ndonjë rrënjë lule sahat për të shitur? Lule sahati u mbarua. Kemi vetëm zambak. A mund të shoh? Urnoni. Shoku Zylfi! Shoku Zylfi! Si shiron? Ju kërkon kjo shoqja. Erdha. Që mirë ju sovi. Ka ardhur një njeri huaj nga jashtë. Ka sjellë edhe një letër nga xhaxha ju. Zotni Hasan Bey. Bële? Si e quajnë? Vasil. Vasil Shtemba. Shtemba? E njihim. Si vetën time. Po i dërguar jyn, ardhi? Të dërguarin tuaj e mbajtën atje. I drueshin në një lloj të komunistave. Ate kisha dërguar unë. Ju që të gjithë njihni fare mirë. Mos u prekni, zoti Zylfi. Ju e kuptoni se në punën tona duhet siguri. Siguri janë e kaluara dhe bindjet tona. Dakord, por qendra do të di qëllimet, planet e organizatës suaj dhe punët e saj. Edhe pa ju kemi bërë diçka. Grupi që vepronte ju, i Tomorxhanicës, ma në lidhje me ne. Tomori është një trim që për kaq vjet u ka shpëtuar njekeve. Ju do të njiheni vetë me te. Zonja Emine, Urnoni. një minutë ju lutem. I shpjegoni zotit Vasil si qëndron puna me grupet e veriut. Njeriu ynë ka lidhje me Gjergj Nikollën. Ata na kanë kërkuar edhe ndihmë. Kanë një të plagosur, nipin e Gjergj. Së mban zemra me po aty u vujt. Ma mirë ta vras me dorën teme. Mos u bën më rako Gjergj, ka me ushnosh. Erdhi Zepi! Mu volova pak. Mram tokova një nga njerëzit e Antonit, po na diktun, e na noqen. Duhej me nro rrugë. Sigurimi? Ja, një grup malësorësh, të prim prej Martin Lex. E ka bën hak plumin Martini. Po për nipin, a u more vesh to zef? Do ta qojmë Tiranë. A thua ke menu mirë punën, se mos na presin bes, dhe e di mirë që ka të pret më nej. Mos u ban marak Gjergj. E njof mirë atë gru. Atëhera shtu le të bëhet, shpejtoni burra, mos të humim ko. Zotë ju Allah shtë maren.
A serdi doktori? Nuk e di përse po vonohet. Zotni Zulfim premtoi. Premtoi. Mirë mrama. Mirë mrama. Hyni doktor. Mirë mrama. Mirë mrama. Ku është i smuri? Urdhëroni. Hetrim, si ndjen vetëm. Ta sollim edhe mjekun. Na sill pakujt ngrohtë. Që më deshe zoj. Po ju ngarkojnë me shumë detyra. Mund t'ju diktoj. Qëndësovni ca kohën shkimtime. Po më nxjerrni në pension? Mos u tallni. Ata nuk hasin shumë. Sa është herë e parë. Ta për doktori, zoj. Qenë ke i fortër, Trim. Nuk ka në një gjatë madhe, zoj. Nesër dhe të vi prapë. Natën e mirë. Natën e mirë. Kur të vi doktori, mos e pyesni për asgjë. Edhe për të holla mos e shqetësoni. Mirë. Një partizanit lutem. Një bërek i lutem. Vasiliu fut të Zulfiu. Faleminderit, mund shkosh. Natën e mirë. Natën e mirë. Taksi! Taksi! Deri në opera, ju lutem. Jam i zënë, më shoqe. Shofer, ndaloni ju lutem. U thoni aty në të qendrës që do bëjmë çështë e mundë. Por pa ndihmën nga jashtë nuk ja dalim dot. Gjithë këti mejtimit janë. Ju i dëgjuat vetë me vesh tuaj në ledhin e sotme. Çdo gjë është e qartë për mua. Tani mund t'ju them një lajm të mirë. Se shpejti do të vi këtu një grup i cili do t'ju ndihmoj për gjithçka. Ata do të kenë me vetë edhe radio për të lidhur me qendrën. Dhe këtë na majt fshet, zotni Vasil. Nuk mund veproja ndryshe, zoj. Koloneli Gjon më porositi që t'ju a them këtë vetëm pasi të bindesha për gjithçka me sytë e mi. Grupi ka me ardhur shpejt. Mr. Gjoni ju porosit që të prisni në ditët që mbarojnë me 7 të muajit që vjen. Do me thanë me datën 7, 17 dhe 27.
lumto. Më falni. Mirë mama. Se e mërzitur. Kujtova se këto ditë do t'i kalonin bashkë, kurse ti mramike nuk di se ku edhe sot më let pres një gjysmoret. Unë prita kaq kohë derisa zënjusha lumë të dënjoj të më thonë të një pot vetme dhe nuk u mërzita. Unë nuk tallem fatos. Më vunën marak. Kisha frikë se mos ishe i smut. Isha i zanë lumë të. Për para nuk e qenë asnjëherë i zanë kur doje të takoheshe me mu. Që të ka shkrepur kështu? Unë asnjëherë s'kam fshehur asgjë. Atëherë betom. Të betohem. Se nuk do të fshesh asgjë që ka të baj me ne të dy. Asgjë. Thuajmë vërtetën atëherë. Pse u vonove sot? Kjo s'ka të baj me ne të dy. Po me ke? Festojnë të gëzuar të mëdhenjët vegjël, të rinj e pleq, gëzon një popull i tërë në Shqipërinë e re, të lirë e socialiste. Sot ata e nesër ne, zoti Zylfi. Nesër. Sa herë kemi thënë nesër. Nuk dua ta dëgjoj më këtë fjalë. Dua të themi sot. 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 Qenë këni lodhër, Zylfi Bey. Neve atje... Juve atje njom një kërmazin me viski dhe kapar kovtuqe. Nuk u apërzhit kokën zjarri gjehnemit kuq. Zotni Zylfi? Mos u shqetësoni, e shtomori. Si gjithmoni për pikt. Shumë për mburni, zoj. E mbur vetë puna. Pse pas këni fikur dritën. Pandeja se nuk do t'ju gjenë në shtëpi. Të gjithë kishin shku në fest dhe ne kishin frikë mos bishim në sy. Soda thirën që kemi pregatitur për popullin, zoti Vasil. Shpjerin edhe këtë në qendër. Shumë mirë. Fronti i rezistencës shqiptare i drejtohet gjithë popullit, gjithë trimave të maleve kudo që të jenë. Bashkohuni si një trup i vetëm për përmbysjen e qeverisë komuniste të Tiranës të shitur tek Rusia, në luftë për një demokraci të vërtetë. Fronti i rezistencës shqiptare. Fillimi është i mbarë, zotërinj. Ne tani kemi një organizat tonën mu në qendër të komunistëve, të udhëhequr nga njerëz të sigurt. Apo jo? Siguron se është. Ka ardhur koha për ndryshime rrënjësore në Shqipëri. Një kalaj rrethuar shpejt a vonë do të bjerë. Por çkallmimi i saj nga brenda është rruga më e sigurt edhe më e leverdishme për ne. E që të bëhet kjo, zotërinj, fronti të rezistencës i luhen armë, të holla, njerëz. Është detyra jonë para Zotit që të ndihmojmë. Çdo gjë është gati, sef. Rregull. Së shpejti do të nisemi. Atje do t'jeni edhe emisari Komitetit Shqipëri e Lirë. Dakord, Asambej? Dakord. Shkaftësi! Duhet ma te për shkaftësisë. Takimi me miq në Shqipëri do bëhet në kuadratin 74-41, në qapën e Buallit. E njihni këtë vend? Studiojeni edhe një hartën që të mos katroni asgjë. Sionon se arë. Oroni. Me grupet që luftojnë kundër regjimit,
Ju duhet të krijoni në Shqipëri një forcë goditëse, që të mos i vë radhë komunistët. Kur ta krijoni këtë forcë, na lajmëroni. Ne do të dërgojmë edhe një grup tjetër. Atë do të udhëheq Kamberi, në komandën e cilë do vjen edhe ju. Po kuptuat? Paru, ti mor? Ti mora se. Shkoj që lem katun. Unë po bëj push me ta deri sa të vinë forcët. Tu mund të ndahemi. Na po ju shoqënojmë, deri në vend ma ne largohet. Këto shtigje unë i njoh mirë. Mund t'ju ndodhë ndonjë rrezik? Po t'jemi shumë bijem në sy. Pas një javë me prisin tek burimi i dhelpës. Mos u tutni, një malsuri vetëm është. Duhet të tërhiqmi pa zhurmë. Unë s'pres më Argjaj. Duhet ikim. Të presim edhe pak. Po si takuam se s'kemi si lidhemi me ta. Kete drejt. Njërej ka pakun e makinës. Çu ka ndodhur? Nuk më punon të një kandele. Nga po shkoni? Fushatën e mjedhjeve. Po ju? Gjeolog, enda cak të përjetshëm. Hajde u dhe mbar. U dhe mbar. Nere kapaku. Jep shenjën. Ata janë. Arif. Nuk mund të shmangeshit kësaj prite, u Arif. Dole kërët e pëprit. Taksirati im që të vujtë ca kohë. Mirë si një dhe i vetëm. Ky ishte me të vërtet fat.
unë nuk e si do të le për ca kohë. Zylfi Beu është i nevojshëm këtu për drejtimin e punës. Prandaj ju zgjollëm juve, zoti Tomor, si njeri të regjur në luftën kundër komunistave dhe i mësuar me vështërsitë e jetës mal. Unë nuk njihem më ndrek. Sa për këtë mos bëni marak. Kam shkruar një letër për të. Aty ja shpjegoj që të gjitha. Detyra juaj kryesore do të jetë bashkimi i grupeve. Bëni çmos për këtë. Dhe mos harroni, aksione, sa më shumë aksione. Goditi komunistët atje ku nuk e presin. Ku e keni lënë takimin? Te burimi i Dhelpërs, në qafën e Shkozës. E di. Atëherë shkoni. Përgatituni para se të niseni. E po miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Si shumë kompetencë i dhatë këtij njeriu. Mos u bëni merak. Sot për sot, njerëzit si ai na duhet. Si ushtarak, nuk ja gjanë shokun. Ka drejt Zylfi Beu. Luftën e bëjnë ushtarët. Na falni që hym pa trokitur. Nuk deshëm t'ju shqetësojmë para kohë. Ta të rallim nga njerë djema. Kam partizani me vete, shoku major. Partizani? Ta me rmenja pse lujta men që unë të rjetë drejt dohen? Harroje partizanin sa ti është mal. E s'dive sa të mjeti me cingare në gjep. Veç kësaj, unë nuk jam me shoku major. Por zotit të mërë, i deleguar i frontit rezistencës. Më falni, arrova këtë vogëlsi. Një vogëlsi të ti dhe paguj me kokë guri. Mos i arroni porosit shok. Duhet ta hedhim qapin kohën dhe në vendin e duhur. Të mos lem shtek për dyshime. Kush jeti? Unë? Unë jam Guri Thanasi, i biri Kozma Thanasit. Komunistët në morrën tufën e dhemëve. Nga i nati, unë dhe babaj, i helmuam. Por në diktuan. Baban ma futën në burg. Kurse unë, dola në malë. Eshte e vështirë, shok. Por këte jetutje duhet jetojnë vetëm me këto role, me këto legjenda. Shok. Nuk duen lënë se do të na ngrenë fshatin në këmbë, e do na gjej belaje me ta. Më shihuni.
Ku po shkoni kështu? Në fshat po shkojnë. E ku me shku tjetër? Ju do të qëndroni këtu. Ç'keni me ne gratë? Ne nuk ju. Hajde, shkoni përpara. Shqiptarët se kanë zakon me shit trimnin e gra. Nu legojmë flak në të dhimet radarja. Nuk mund të qëndrojmë me këto. Shkoni fshat dhe tokonin kolonelin. Në qoftë se nuk e gjenë, bisedo me Martinin. Niso. Mos qaj cuce, lokës. S'kan qa me nabo. Pa I qire, kush ishte? I Fejumi. Qyqja. E ki doshta? Semra, lokës. Iken. Ke po në shpëtojnë. Diversantët! Shkojmë të nën koloneli. Aq më mirë që nolli kështu, sepse bandët do ta marrin vesh që ju kanë ndjekur. Shoku nën kolonel! Mirë dita mësuese. Falja gabimin diversantit. Dhe për hir të çështjes të lutem të heshtesh. Edhe ti, Martin. Pas pak fillojmë detyrën tonë të parë. Reka është një armik e egër dhe dinak. Zbulimi amerikan nuk e dërgoj atë vetëm pse është kushëri Gjergj Nikollës, po sepse është I bindur se në rast dështimi, Reka do të pranoj me partë kafshoj ampulen me hen, se sa tërgoj shifrat dhe parullën e njohjes. Për t'ja marrë këto duhet t'ja hedhim ati. Dhe si që mi marrë vesht, parulla veprimit do t'jetë çakmaku. Nuk më pritet sa t'i shoh çfarë zoj që janë. Duhet jemi shumë gjakfto, veçanërisht ti. Qo kështu mërjao, vetëm unë jem të bë gabime këtu. Nisemi shok. Nisemi.
Kush e di që ka ndodhur? Kryetari përpara. Mirë se erdhe. Mos lëviz. Merre Ondrek. Ta dërgon zoti Mali. Të ulemi që të mos dyshojnë. Në rregull. Mirë se gjeta, zotni Tamor. Au lagët në pak. Po pse qeshni? Vështro. Ke hakti më vlla. Jam gati, zoti Tamor. Transmeto. U takova me përfaqësuesin e frontit rezistencës. Në malet e Shqipërisë kanë dalë shumë luftëtarë. Rallët po shtohen çdo ditë. Presim udhëzime e furnizime Mali. Vazën, jemi mlau për shqyqyr që nga ka ardhë në reka. A i nga sjell nime në Amerikanëve. Pini bura, ashtë në qevë gjert Nikola Sande. Ja u këthuj kushërin e prevori. Da të kujtonin për të vdeku në rek. Sa vjetë u banë që nuk jemi pa. Atë vjen hatër paldoda, a i kodoshi ku që do të makes, që herë strehohe i të ona gjërës. Si me pas një tash parasysh. Qa dit është lërgu në reka e supama, apo ke haru në rek? As gjanë s'ka marru e gjithë. Qa kena dit mërë vlazin, edhe gurit me diftu e qërhet gazi. I kina hyë ati mi gudnu, qa me thanë, kut dhe me kut je ke bam, sa qiti shkungujt. Pas qiti za qeni, ndika ta ka kap nër vehte e ta ka shtërngur. Gikipe, gikipe! Mjaf gjetë. Mja shgulli e mja dhan guj. Vesh ta kishit pa me sy. Grehe unë rek për shtetin të në datizot njës. Fol pra si thol. Zotni Tomori. Taman besa, zoti Tomori. Po s'ka qenë burhe mi lumt. Ama sot një shket si as njëherë. Ke hak besa. Nuk më thua në rek, kush është këto mori? Mali thot sa është njeri sigur, edhe qenra ka besim të kaj. Qenra është lërgë dhe nuk i di këto ka në kam, po ti si thu? Ashtë trim besa. Par mramit u kemi kalu në hun aty në të sigurimit. Erdha me thonë se du të mi bashku forca të gjergjë. Edhe kameri më shkruan për këte, por nuk di që njerëz janë këto të frontit rezistencës dhe a kanë gjanë tërë. Ata kanë një organizat fort aq. As ta kam thana?
Edhe në qeverinë e komunistave, ata kanë njerëzit e tyne. Edhe doktorra kanë. Edhe qëfar doktor është? Jo si a i zefi ynë që din me bave qëto gjilpana. Këtë kam në gjuar, mec. Por du me di që thot mreka. A e din ma mirë. Ka qenë midis tyne. O, mirë se ardhe Gjergj Nikola. Mirë so gjetëm. A u që madhet në pak? Dhe sa po, ka sa vjetë që nuk e kem pa një një tjetrin. A jeni burra. Si shumë i ri, po më duket kymec. Jo me ri se një për ju, Gjergj. Apo më një gjën një dy fjallë lëmë zëtnija. Ol, Gjergj. Fjallë të mira kam një gjuhë për ty orë burë. Edhe sigurimi po të kërkon ty ma shumë se mund tonë. Ka një natë me mua se u kam ca borgje, Gjergj. Po që ka të pruni kënej dhe që të mirë të sjellë miksia eme. Me dëshirën time s'do të ndasha kur nga njerëzit e mi, nga bazat e mia. Të tjerë me të fuqishëm se unë më urdhëruan që të kaloj kënej për të bashkuar me të gjitha forcat. Si dilet vetëm, o Gjergj. Vetëm mos kjo ftas gjatë në ngurë, por dhe të bashkuam shtirë kana me pas. Një robi fshihet synit anë mikut edhe ma je një dege. Ba me kanë 5, dega fyhet. Po të jemi të bashkuar, s'kemi pse të fshihemi. Bile mund shkojmë edhe në qytet. Po kush me na bashkuese, duhet një dorë fort. A ka dorë me të fort se e jotja? Ke ka shko që rën maleve së të shtin dot në dorë. Shtabi ushtarak i frontit rezistencës menon t'i bashkoj grupet e Antonit, Sullës, Palit dhe Qerimit në komandën tëme. Me Qerimin jam marrëvesh për këtë punë. Çfarë thua Gjergj Nikola? Apo e marrë përsi? Besa mirë, po më duket se e kanë me mu. Por ashtë e fështirë. Palin e Sullën i marrë përsi për unë. Veç për Antonin nuk di që ka me të thënë. Ka lind një generali e donë me komandu vetë. Ti e treguar me zoti Gjergj. Pa me edhe shtabi ka menuar për ty. Me Antonin do të flas vetë. A e takojmë dëtë? Ko te ke? A mund që është e? Shtirë për besa, sun s'ja di bazën. Ashtë dina ke ruhet fort. Por po i qoj fjallë një mikut te, ma i ndoshta ka me në himu. Duke të ardhëm. Kryetari për para. Vetëm njeni dhe parmë. U morën vesh që të vinim 2 veta. Mos shko. Aja është dinak. Duhet. Është vetëm ja bandë që nuk në kontrolin tënë. Jam gati. Ecë për para. Unë po du me ditë që forca ka këj front i rezistencës e që ka bajnë këto forca, zotni. Pse nuk e kodasin komunistët? Që ka bajnë të partu në Tiranë? Me u bashku, thoni. Po pse me dalë unë këtë kuvenet? Unë e kuptoj dëshirën tuaj për veprime aktive, zoti Anton. Por a mund të më thoni, çfarë veprime shmet vërtet aktive keni kryer ju? Mos mi nëmroni njerëzit që keni dërguar në qytet dhe ata që keni vrarë pas farave. Nuk është luftë kjo. Pyetjeve tuaja unë nuk jam i detyruar të përgjigjem. Pas si ju nuk i bindeni autoritetit të frontit rezistencës, të në çështje sekrete të organizatës sonë, dhe për çdo dekonspirim, para kujdo qoftë, vetë mali do të mi nëmron të kokës. Kuptojni si doni, zoti Anton.
por I vetëm nuk keni gjën torb. Përcjelleni. Nuk bëjmë mirë që shpejtohna. Po këtë gjana na I tha dhe Zefi. Më duket se këtu është një dorë e fortë. A thu? Menja ma thot se mra pas shpinjës se këtij frontit më shihen Amerikanet. Një gjë. Shko te kolonel Misici e thuj që ka një gjove këtu e se presim udhëzimet sakta. Ki menin e këtheu sa ma parë. Puna nuk pret. Mali me Zylfin, pse nuk erdhen zotni Tomor? Më lajmëruan se nuk do të vinë. Si kështu? Mu më duhej pa tjetër mu taku me zotin Mali. Unë I njoh mirë. Ata nuk I tremen rreziqeve, por si duke s'kishin mundësi të vinin. Dhe sa për takimin me Malin mos u shqetëso, se shpejt I ke për ta parë. I nderuar I zotit Tomor. Unë dhe Zylfiu nuk mund të vim në mbledhje. Komitetit ngarkon ty dhe Gjergjin si deleguar. Si pas udhëzimeve që të kam dhënë, ma I lidhe me qenën dhe me ne. Përshëndesim të gjithë patriot. Të fala Gjergjit, mrekës të gjithëve. Mali, si që duket, me të vërtet nuk pas ka pas mundësi me ardhë. As Antonis në erdi. Dhe mua më duke që di. Zefi ashtë taku me te, dhe ka lajmëru. Tha se kishte një punë të rëndësishme, e ndoshta nuk do të mund vinte me kohë. E di unë që punë, ashtë një generali aj. Do të bëjmë lepate. Një ditë do të na lutet vetë. Me mirë fillojmë. Na burra duhet me u bashku. Kështu të ndam pik nuk kena zjanë dorë. Na për këtë punë kena ardhë tua, Gjergj Nikola. Nuk ka djalë nane që nuk e donë bashkimin. Na thuj ma mirë, çka do të bajmë atej? Dhe çfarë na premtojnë ata nga jashtë? Si pas njoftimeve, kanë me në ndërgu ushtim, armë dhe veshmafje. Shpejt kanë me ardhë dhe njerës. Por na nuk duhet rrim dur kyç. Unë kam menu si fillim të sulmojmë kazanat pranë. Mirë e ke menu. Ty mi tu dalë. Le ta ndhin pushkën tonë. Ta marrë me shtruar burra. Sulmi do t'ishte një gjë shumë e mirë, por mua me duke se është shpejt akoma. Mund t'i bëjmë dem vetës. Aksionet do të napin kura e njerëzve tanë, zotit Tomor. Unë s'jam kundër aksioneve, mrek. Puna është të themi një para se të themi dy. Të organizohemi njerë. Ladhim forcat, të armatosimi. Ma e bat gati zjarin, një tash. Kush dha urdhër për të të nëzë zjarin? Unë, zotni Tomor, ngri me sftoftit. Në të ngrohtë edhe mua bejti shkon ma mirë. Ty mi mund në zbuloj. Na do të ngrohemi me zjarë pa tim. Po, si kur të kishim që mirë. Një tash kej me po. Zani vëm burra. Kështu po, të shti mund bisedojmë deri nesër me në gjesë. Drejt. Gjergj, forcat e mjekës janë shumë gjitha ëndë. Ashtu si e patëm fjalën erdha nxit me prun lajm. Rrugës mëzun syni ushtar që ishin drejtu në përkatunet për rrëdhvenit ku inim ledhun. Duhet largohemi sa ma parë që mos në rrëthojnë. Barë mu I burra. Vendosim njerë si duhet largohemi që të bashkohemi nesër për sëri. Folë zotni Tomor. Grupi Gjergjit dhe imi do të qajnë në veri. Ti qërim drejtim fshatit gur, që nërat jenë bazën tonë. Pali dhe Sula në drejtim të Verzës.
Duhet tërhiqimi pa vendre. Miro pafshimit. Nesër në të pranuar të diellit, në malin e Ariut. Kena në prit. Eci me shpejt. Jena shumë, duhet ndahemi. Ti të mërë mërgjësat e përpyll, në po qojmë bajtas. Ratisin me rëti. Je dhe më thujti me mjështigjet. Ruaje si sytë e balit. Jemi në rrezik. Një prit e kaluam, po kush na siguron se nuk do të kemi të tjera. Ka vetëm një rrugë dalje. Ju do të qëndroni këtu, kurse unë me Fatosin do të shkojmë përpara për të gjetur në një shtek kalimi. Ti Skënder merr komandën. Do më përgjigjesh me kokë për jetën e shokëve. Merre çakmakun. Mund nevojitet. Kam shkrap se zoti komandant. Mirë. Shkojmë. Zoti ju ndihmo. Gjergje zgjolli shtegun nga do të kalonim ne. Nuk isha si të veproja ndryshe. Ju kuptoj, shoku major. Një nga ne duhet shkoj për takuar shokët pa tjetër. Nuk i duhet lënë asnjë rast dyshimi Gjergjet. Të organizohet për ta një prit, por pa rrezik. Me ta kemi edhe në reken. Unë mendoj me kitën gjithashtu mund të na prishin punë. Po, edhe me ta duhet bërë diçka. Edhe Martini po banohet. Adan miq, oj zoti i shtëpisë. U i ke burrë të loke? Mikut kam ju ba një saj nëra, otrim. Dhomën tjetër s'kishte njeri. Shko thirë gjetën. Na e pak vukë e loke, ta paguj. Na e kena morre me pranu pare prej mikut. Një tash për ju sjell me hangër.
të lumë t'i s'juti, Lokës. E tash vrap me kërku Martinin. Si shumë po vonohesh ma të bukë. Një tash. Push nuk po njihen ma. Po, duhet shkoj. Po ju rrini hetrima. Tek unë nuk ju gjen gjë. Det, kontrollo vend. Nuk po dim, a thu do të ketë shpëtuar Gjergji. Na po shkojmë një herë në vendin e takimit. Ma nej shohim e banjë. Jemi të rëthum! Në frevem bes, lakë myt! Dërzohuni! Jeni të rëthum! Me këtej laje e sapet vetë. Nuk janë forcat njekës, janë fshatar. Zini drejtaret! Jetë, drejtaret tjetër! Hape derën? Hape derën! Nan! Ec! Nuk shtijet mi nanën. Mos je plagosur. Idioti! U të mori në ka hjell pluhun synë vëmri. Nuk mundem me të siguru, bese. As kam pa gjan, as nuk di gjan. Me malin patëm me të fjallë se do të vinte vetë këtu më organizu grupet.
Por në Tiranë është më rehat. Ja në burën të flasë. Manej, si te për letë në duket se këto more u kalon në hunë forcave të sigurimit. Po besa, të lenë me dyshu. Çka po thue aq? Ase në gjëmë në reke në rëmec. A i se njef të mori. Po ti, a nje? Më ka shpëtu e jetën. Për me në vrat gjithët ma vonë nështë. Me pas dash në kishte vra 20 herë. Edhe dje kur undam. Na i kishte në mrumra pa shpine. Ose këtu. A i e din se ku ndodhemi. Mund të shonte forcat e sigurimit e na kap të gjallë si mi. Çka thua më rek? Shka me thonë, unë nga të rume. Të mori ose në tjetër dikush nga ka të ratu. E po kush ashtë këtë dikush se? Anton Murrizi, se erdhe dje në mbledhje. E pa mund, Antoni s'ka s'ki trahton. Shtegu i veriut në fillim nuk qej zanë prej forcave të sigurimit. Në është anej pat në kalu trahtari. Andej kaluem na, e jo zotni të mori. Punë shorti, rrugën e zjodhi Gjergji. Mande edhe në këte rrugën e ndeshëm në prit. Sa nuk pam ku shkoj njeni e tjetri. Po, mandej, po. Gjergj, po vjen grupi të mori. Veni gati bura. Po na merëm qafa aqë. Të mori ka mu zëmru e kena me metë si peshku në zalë. Po shatë thëmë? Nesa është trahtar duhet me qeru. Për në ryshe do të në hënë kryt. Ta kenë marrë vesh të vërtetën, apo vetëm dyshojnë. Nofta ky është fundi. Jo, ata s'din që kjo është vetëm një provë, por një provë tepër e vështirë. Sa ke që nuk me shkoj ndërmend, shokët janë të pa përgatitur. Mjafton t'i drille që palla në njerit. Po leshi. Ah, gjarëbër, ti u pas ke fërshëlluar në vesh. Qenë ke hokataj, ma vërmik. A e dini se qka thanë Gjergji? Shumë po në mburin këtë të morin bre. Pa të shojmë njëra për i mush pantollat. Sa të pagun sigurimi për kokën te me lumë zotnia. Dol besa. 3 koka ushtarsh, 1 planës oficieri dhe ca vogëlsirat të tjera. Ju pas kalshu zemra Gjergj Nikola. Mos fol gjepëra. Trimi njef për shok vetëm trimat. Atë nullë gjepërt nga në Gjergj. Jep një buk në stajca eme. Falem berit. Quban kita, na patën rrethu dhe s'mujti ma me qënru. Unë ma me e vrava. Mos t'ishte zotit të mori kishim marrë tanë. Pak si te për shtrajt e pagu më dje zotni të morë. Vetëm na kemi me të lirë. Zorë se në dhe i rastësisht. Dikush në ka të rathtuar. Unë po mendoj gjithnjë përse nuk erdhi në mbledhje Anton Murrizi. Antoni? S'mbesohet. Që mirë ju ka sjallë shoku, kapiten? Ka disa ditë që më ka të shqetësuar stomaku, por sot nuk mund të durojmë. Zhvishuni.
Keni ba mirë që keni ardhë. Shpeshel njerëzit e psojnë nga pa kujdesia. Ashtë e vërtet, po kam qenë shumë i zanë me punë. Dhe veç asaj unë kujtova se do të më kaloj. Narë një frënë. Keni hangër gjatë prishën? Nuk më kujtojt. E madhja ka kalu. Për disa dit duhet mani Paris. Duhet ruheni sidomos nga vjamnat dhe gjanat e skuquna. Këte pijeni se do të letësoj dhimjen. Dhe këta 3 hapan dit mas buket. Falemderit, infermier. Lutem, s'ka gja. Të një tjetër. Të një tjetër, shëvu kapiten. Shëvu kapiten! Mund të hytë ashtë? Prisni pak. Shoku kapiten, kam marrë vesh se të mori e Gjergj Nikola. Kanë ftu për sërin mladhje. Qka të bajnë? Pres përgjegje nga ju të premte në orën 5 në bazën e të rejtë. Amë 49. Amë Anton Morisi. Urnoni, shoqem. Më falni një minutë. Zem, mos më ka rënë këtu portofoli? Pa. Urnoni. Ju falemderit. Ju lutem. Të një tjetën. Të një tjetën. Ishin shumë dhe na dolen pa prita thu si kur mbin prej dheut. Në zi shpëtum. Lulvoci për disa dit nuk ka me u duke nej. Për sëri do t'a gjinojmë. Unë e njofta mirë, aty në u printe Martini. Pa shashila dhe e ka bahak plumin. Jaft me të njerë në të njek mrapa. E kush s'na njek neve, o Gjergj? Po besa. Gjithë kum në njekin. Martini është maj rrezikshmi. Duhet me ahjekat havale vetit. Vrasja do t'i kërshoj edhe me keq. Po dhe du të kujtoj aty nëse jemi gjallë dhe me pushk në dorë. Këte e din dhe pa ja të rëgua neve, zoti Gjergj. Duhet veprojmë qasin me të nevojshëm dhe me të rëndësishëm. Gjdo qas të ashtë i rëndësishëm. Na duhet ja zjasojmë të gjithë komunistat. Dhe ata si i përkrahin. Atëherë duhet vrasim shumë, zoti Gjergj. Dhe ne vetëm nuk ja dalim dët. Mos po të rrimë të lkura jote. Po të mos ishim miqo, Gjergj, e të mos në bashkon të një qëdhimi malë. Këto fjalë nuk do të shkonin pa përgjigje. Eshtë me vend zoti Gjergj t'ju kujtoj se unë jam i deleguar i frontit rezistencës. Çdo aksion mund vetë vetëm me lejen time, pasi ta gjikoj me ullheqen. Përbes nuk po kuptohen të partë tuj. Kur po tako me malin, zotit Omar? Ti e di në nërek që nuk esh në dorën time. Unë e kam lejmruar disa herë, por mali më shkruan se do të njoftoj vetë. Prandaj ti mos e bëj merak. Unë nuk bë merak, por më duhet parulla e sigurisë. Si the? Mas një ndërpreme gjatë lidhës me radio, qenëra mund dëshoj se unë kam dështu. Vetëm ajo parullë në shpëton. E di çfarë? Shkruaj ti zotit Mali, dhe njoftoj për të gjithë. Kush ma ka çakmakun? E kam unë, zoti komandant. Nuk ashtë e munën. Shkrimin Antonit e njoh fare mirë. Pastaj, ato që shkrueshin letër, ja kisha thonë vetëm ati. Ta shti po kuptoj.
Pse sa ardhe ditë mladhje dhe kush ishte njeri i rëndësishëm që priste? Dhe na jemi vranë për te. Aj për lëvret ma shpinet. Mos vdek shaj krishten, po se bon ati ta hënë gjallë njerëzit e vetë. Nuk mundem. Nuk mundem me druk tjetë qeni. Ju bani që tani. Unë bashkoj. Sadik, dhe ti po më braktis? Sadik! E kishim fjallën të parulla. Në reka... Nuk e kuptoj çfarë parulla shkërkon. 11 parullat jo kam lanë. Të tjera nuk di. Koloni Ligjon ja ka lanë edhe ati parullat dhe shifrin. Bile... Bile? Parullën të cilën do të përdorin më atëherë kur do t'ish përgatitur gjithçka për ardhmen e Kamberit. Koloni Ligjon ja dha vetëm drekës. Ju ishit kryetari i grupit, apo jo? Po. Dhe një gjë me kaq rëndësi nuk e di kryetari i grupit? Kini drejt mos me besoni, por unë nuk e di. Koloni Ligjon ki shumë besim tek Mreka. Shpejti do delni në gjyq, zoti Mali. Se që do të vendosin në gjyqi, unë nuk e di. Por për një gjatë jeni i sigurt. Në qoftë se krimeve tuja të më përpashme, do t'i shtorin një krim të ri, drejtësia do t'jetë e pamëshirshme. Unë ju a kam tregu të gjitha. Marrën. Mreka vazhdon të dyshoj gjithmonë më tepër. Parulla më duket është vetëm pretekst për të takuar me krerët e organizatës. Po. Duhet t'i përgjigjemi për sri me anë të Malit. Le t'i shkruaj se është i zonë me punë të rëndësishme dhe se kama nuk ja shëru plotësisht. Letrën ta firmosin edhe Zylfiu. Si urdhëron? Si kur të kisha dyshimin me të vogël për ty, do të kisha vrarë në vend. Shka thua kështu, zotni Tomor? Zoti Mali më shkruan se të gjitha parullat koloni Ligjon ti ka dhënë edhe ty. Bilate që të përdoret për ardhjen e kry komandantit zotit Kamber e di vetëm ti. Ma bën avall, zoti Tomor. Aje që në dhe ditën e bashkimit, mbani dyshoj dhe më vetën time. Atëherë nuk dina gja për Anton Morrizin. Ke lindur me fat, Mrek Gjoni. Një tjetër do kishe vrarë. Merre. Ta dërgon Mali. Zoti Tamor, Antoni kërkon mu taku me ty. Si duke do që të me fosi edhe mu në Grack. Si thua, atë shkoj. Do me marrë vetin qafë, zoti Tomor? Tha se du në takohet vetëm me Tomorin. Shkoj vetë, du me ja thy rashten. Po mërë për Fregacak Gjergj Nikola. Jo bre burë, por du me ngop këtë zemër të zhuritun. Si jam mësuar të le punë të vështirat të tjerve. Si u balleshi? Ashtë ma mirë, dje për unë radion. Ashtu? Zoti Tomor, kur po shkojmë me marë? Niso që të njësë bashku me Drinin. Kurse me Antonin, po i laj hesapet vetë. Si përshesh, do të sjell armë të tia. Erdi Pranvera. Çfarë the? Erdi Pranvera. Aha.
Ka marrë malli? Për djalin e gdhënd? Po, nuk është për të qeshur. Unë nuk e njoh të mirë. Se kam parë kur. Nuk e di si është. Nesër do nisem me shërbim. Tash ti e gjete, Duhet, do kthej shpejt. shpresoj. Të nesër me Lunisa. Interesant. A do të më afrohet i birë kur të më shohin? Do ta tremësh me mustaqet e tua. Kurse unë e kam afër dhe se shoh dot. Po vin. Vetëm kryetari. Parm. Ecë për para. Mirë se u gjej. Fol. Po të dëgjoj. E kam punën pisk, zotni të marë. Dikush ka ha fjalë se jam agenti komunistave. Po në mbledhje, pse s'erdhe? A ditë takova me njërin tim që erdhi me udhëzime nga kolonel Misisi. Po tek unë, me urdhën të Micisit ke ardhur? Kolonel Misisi na lejon mu bashku me ju. Aja është marrë vesh edhe me qenën tuj. Si agent, unë kam urdhën që të arrestoj. Ju keni njerëzit tuj në qeveri, zotni të morë, dhe mund dëshmoni ma mirë se kushdo tjetër, se unë nuk jam agenti komunistave. Këtë di prej kosh, zoti Anton. Ta lidhim, shoku major. Ka që pate nipi generalit. Këtu është. Sonde do bëjmë roje nga dy vetë. Ti hapim sytë mirë. Malsorët se kanë harruar akoma vrasin e Martinit. Dilni ju dy. Se gjithmonë ne që... Paka fjalë. Ti qenë ke lull. Unë jam. Ku po shkon? Deri në pyll.
Në pëll ka që vonë dhe kur ke në shpi miqësina? Folo Lulvoci ku po shkon. Mos më noni kesh për mu, bre burra. Gjergji u ka zonë për i 2 delegatëve që nisën për qytet. I kam do hesapet vjetra me ta. Atje jam nis. Kështu që jenë ka puna. E po mirë, veç kini menin mos ju shpëtojnë. Ata do kalojnë nga shtegu i gjartnit. Veç në bafshin erë me pështu për i plumave tonë. Fala Gjergjit. Shnët paci. A një gjove. Po. Shkove në djeni të morën për këte. Për sëri pa djenin tonë. Qenrën s'kemi si e lajmërojmë. Por dhe Gjergjit s'mund t'a lejojmë që ta bëj këtë krim të ri. Ta me i sa t'i zaj gjumin në reken me leshin, unë, ti dhe Fatosi, do vemi ta zgjasojmë. Po në reka me leshin. Ata do t'i ruaj Skenderi me drinin. Po i porosis, që në qdo rrëthan radistin, na sjellin të gjallë. Po shkon në drejt. Ku shkallon? Ti ma i këtu, unë pëj dalë mërë pa shpinet. Hasi shapë në tutje! Nësëris!
ka fsho kota më pullën. Që kemi mbusë më të fëllishë. Që të shpresojmë se Nreka do të punoj për ne, është e kohës. Prandaj edhe unë jam dakord me planin e paraqitur. Po, ngjarjet more një kthes të papritun që nuk është në favorin tonë. Nesër duhet lidhe me Gjorin fiks në orën e saktuar prej tij dhe të kërkojmë dërgimin e Kamberit. Propozimi i shokut major më duket i guximshëm, por jo i pamund. Vetëm se duhet menu edhe një udhësi. Çfarë duhet të bëjmë nëse Nreka nuk do të binë graske që do të ngrehim ne? Atëherë ne nuk do të japim mundësi Gjonit që të na ndëgjoj. Heshtja mund na trastojë. Neve nuk do të heshtim, shoku kolonel. Stacioni ynë do të përgjigjet. Por këtë përgjigje Gjoni nuk do të ndëgjoj. Dobësimi i fuqisë dhënëse, zhurma, por natyrisht këtë lojë mund ta bëjmë vetëm një herë. Herën tjetër do të përgatisim një lojë të re. Tash për tash, le të provojmë planin tuaj. Pas një minute, koloneli Gjon duhet të dëgjoj thirrjet e tua. Në qoftë se do të lehtësosh barrën e krimeve që ke bërë, do t'ja dalim edhe pa ty. Lidhu me Gjonin. Transmeto se je plagosur në dorën e djathtë. Mos u çudit. Gjua jote ka folur më shumë nga sa pandeti. Fillo edhe kujdes. Nuk duhet që të dëgjojnë mirë. Kemi. Ndigjojnë shumë dobët, s'kuptoj asgjë. Kërkoj shenjën e njohjes. Jepja shenjën e njohjes dhe transmetor radiogramin urgjent. Kërkojnë Kamberin. Njoftojnë marrjen e radiogramit. Pyesin. A keni nevojë për armë? Kjo duhet jetë parolla. Si është kundër parolla? Kokë forësia jote si në puna skujt. Transmeto. Rallët janë shtuar. Na duhen armë. Mal! Transmeto vetëm kaq. Nuk kemi nevoj për armë. Bukur, kundër parolla është në rregull. Transmeto. Pas një jave, pritni në ndetësën në kuadratin 61-63. Mal! Parollën
Berat, punor parullë. Borelli. Mirë së ardhën. Nalë. Ku është kapetani? Në shtab. Ku gjindet? Në pëll. Thirreni. Vrapo në shtab të zoti Mali. Huaj se e kërkon kry komandanti. Zoti Kamber. Ju paraqitem zoti kry komandant. Jam Tomori, antari i shtabit frontit të rezistencës, i ngarkuar që t'ju pres juve. Unë një vetëm Malin. Zoti Mali do të vinë tashti. Urdhëroni cigaren? Nuk e pi. Kush ma ka çakmaku? E kam unë. Ma jep! Një herë mund të vdesja. Por që të bia i gjallë në dorë, këte se besonja kur. Gjeracinovën. Mjep një pak konjak. Jepi nga konjaku ynë. Pagurën time ka me tas kësas. Edhe i korshës nuk është të keqë. Do në thanë, nuk do në të mlini të vdes. Njerëzit vdesin kur ju vjen koha. Shoko kolonel, detyra u kry plotësisht. Shok oficera, ju falënderoj. Shërbim Republikës Populore të Shqipërisë.